Mbrëma, mirë se erdhët emisionin I Pavarur, I cili zhvillohet në zyrën e kryeministit të Shqipërisë, zotit Edi Rama, I cili me shumë dashamirësi na ka liruar këtë hapësirë, të cilën e ka dekoruar me duart e tij ndër vite. Natyrisht neve jemi ndodhur brenda një vepre arti praktikisht. Sonte nuk është se janë vetëm, duket sikur janë vetëm, natyrisht kam nga ana tjetër Kristianon, I cili për herë që nga viti 2020, që kur filloi pandemia, e kam këtu. Kam edhe avokatin Erald Aga, I cili nga moment në moment presim të zbresin nga avioni, sepse kanë qenë këto impenjimet e fundit, jo goditja që I bëri Trump Iranit e këto gjërat e tjera. Dhe me që jemi tek Irani I dashur Kristi, kam nevojë të më ndihmosh me lajme, me aktualitet. Begaj shpreh shqetësimin për konfliktin Izrael-Iran. E nxorë këtë lajme për shkak se u bë meme. Ju e dini shumë mirë, kur në këtë specin çashkë ose epc u bë ky aktiviteti, foli dhe presidenti I Republikës shumë I nderuar I Bayram Bega, u bë meme. Filluan njerëzit duke u tallur për peshën tonë specifike që kemi në arenën ndërkombëtare, jo se ne nuk e meritojmë një raket, domethënë në sensin që po ju tek Irani dhe po u nxe shumë me këtë botë jallane, na e vërviti. Unë në Facebookun tim ja kam dhënë koordinatët, është një 4 godina në Sorel, edhe kam thënë që shikoni se më duket se 80 metra thellë bëhen prova bërthamore atje poshtë. Po e hëngri, po se hëngri s'ka gjë. Nese, në këtë konfliktin Izrael-Iran, edhe presidenti ynë Bayram Bega merr pjesën e vet. Më kujtohet një Barcolet që është pikërisht nga anët, nga vjen me origjinë zoti Begaj. Shkoi, ishte një dhëndë, ishte kështu si biçim gjytyrymi, edhe folën të gjithë vetëm dhëndris po fliste. I thotë ai Krushku, I thotë, fol një fjalë o dhëndër. Ç'të them tha? Po një fjalë tha. Edhe ai tha me ndermut. Një fjalë. Kështu që Bayrami kishte një fjalë për të thënë për këtë konfliktin, Allah dhe apo zoti. Të nesme që foli Bayrami hyri konflikt Amerika, kështu që lere bame se nuk I dihet kësaj bote. Vazhdoj me konfliktin me pjesën më serioze të konfliktit, jo me këto. Ecim. Video po fliste për sulmin e SBA në Iran, sekretari amerikan I mbrojtjes ngatëron Teheranin me Tiranin. Me Tiranën, do të thënë. Futuni, nëse ju pëlqen, ja kur keni tek shqiptare.com, po ka qarkulluar sot, u tha Tiranë. Edhe mua me thënë të drejtën, ai lapsus mi mbushi breçkat e mia për faktin se ore, derisa I vajti në mend. I vajti në mend. Po punoi truri Tiranë. Pse nuk tha për shembull Torino për Teheranin? Teheran, Tiranë. Ka ndonjë plan këta të afërt? Bo, ne kemi edhe mujahidinët. Mujahidinët janë nga Irani, po janë kundërshtar të regjimit. Sot që duhet marrin armët në dorë, rinë kohë vegjetojnë, vinë poshtë për këto qendra tregtare. Ufa, situatë shumë e vështirë. Nëse do zoti ishte thjesht një lapsus për arsye të tjera, mbas e ka parë tek Meteo e CNN-it kur dalin ato me të Teheran, Tiranë, ka thënë të mos ngjajnë këto të dyja. Ishma Kristiano, shpresojmë që të thash dhe është lapsus, të mos ketë lidhje me atë tonë të dashur. Focus, Qipro aktivizon sistemin e alarmit për gjetjen e bunkerëve. Ne në kohën e diktaturës së tmerrshme të Enver Hoxhës kemi patur bunker Y700.000, por kemi patur edhe vend strehime. Se ngatron ky bunker dhe vend strehim. Vend strehim ishin disa tunele të ndërtuara në mes të lagjes, kështu si, domethënë me beton, në formë harqesh të vogla, me stola, në rast sulmi ajror, pseo dhe bërthamor, bini sirenat. Shiko, ka patur, brezi unë I ka arritur, ka qenë ca sirena mbaj pallateve. Pastaj u hoqën ushqitën për skrap. Domethënë, ne si fillim nuk kemi vend strehime. Nëse s'kemi vend strehime, që duam dhe alarmat, si sirenat, për çfarë na duhet? Kohë të trembë popullin, në rast lufte rini në shtëpi, nëse nuk lut Zotit mos e kemi kismet. Po ndodhi luftë bërthamore, është vetëm pak orë zgjat. Pak orë edhe bini rahat. Por qëndroni në një pozicion sa më të dukshëm, maj taracave në mes qesheve, që kur të bjerit mos ndeni gjë. As hiri nuk ju gjendet. Kështu që Qipro kot shton lëngatën, se mirë, ja, po themi, ndodhi sulm bërthamor, gjetën bunkerin. Po kur të dalin STS mos do gjenë. Çdo anë, çdo pinë janë me radioaktivitet, e do lëngojnë.
Ne në Shqipëri kemi zgjidhur këtë problemin e sulmit bërthamor. As trehim, as alarm, as gjë. Po ndodhi. Jetën se kemi tapit, do shkojmë botën tjetër, të djegur, të pjekur. Iqma në një informacion tjetër, mit Ramadur. Ky ka qenë fakt lajmi fundjavës që ka tronditur shumë thellë establishmentin. Mit Ramaduro, domethënë që është bashkim Rama Maduro. Dhe kjo pjesa këtu është shumë interesant. Soros trained, pra i trajnuar nga Sorosi. Është botuar tek Fox News, mos e ngatroni me Fox News, që është në Shqipëri, nuk është çështje bashkëtingëllore, që të Agron Dali pa i do shpjegonte s'ka rëndësi në rastin konkret bën ndryshimin. Foxi me Faxin. Faxi është këtu, diku ande nga poligrafiku, Foxi është i rëndësishëm. Dhe këtë të Foxit e ka shkruar një diplomat shqiptar, Agim Nesho. Që media shqiptare, kjo Edi Ramës, kuptohet, ç'të bënte? Në vend që të merrej me çfarë thot shkrimi, thot pse ka shkruar Agim Nesho. Ky ishte problemi i madh. Pra, shikoni ç'a ndodh. Pse këtë kush ka dashur ka lexuar, kush nuk ka dashur nuk e ka lexuar. Do ta them një teknik shumë përdorur në Shqipëri. Kur nuk ke ç'i bën mesazhit për asaj që thuhet, merresh me mesazherin. Domethënë thua, u bë surrati këtij, po ky është hajdut për vete, po ky kështu. Dhe për ta zhvlerësuar faktin që është botuar në Fox News, thanë, mos Agim Nesho e ka bërë. Po edhe ai që bën shkrimet të tjera, një Agim, një Armir, një Kasem, një Hajdar është. Kupton? Nuk është se ata kanë brirë, kanë yje, kanë ndriçim hynor, këta që punojnë në Fox News, dhe Agim Nesho ishte një përjashtim, ishte një qiban. Agim Nesho është diplomat, është politikan, dhe këtë që ka bërë me pen dhe natyrisht konform një politike redaksionale. Por edhe njerë këtë do të thema, në Shqipëri nuk merr me atë që thua, po thon kush e tha. Pra, për ta hedhur poshtë atë si informacion. Dhe tjetra, po nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, e kemi thënë, po do ta përsërisim, shikoni këtë foto të mrekullueshme. Dasma e Alex Soros, e vendi që bashkoi politikën dhe luksin, Rama fjalim për çiftin. Pra, ky Agim Nesho, që thon këta, Agim Nesho ka shkruar. Nuk është se ka futur ndo pak kot. Rama ka qenë shumë interesant edhe në dasmën e atit, edhe të birit, edhe do të thonë babait Gjorgjit, djalit Aleksit. Dhe ka mbajtur fjalimin, ka folur. Kumbar, do të thonë, ky Edi Rama. Dhe miq të nderuar, nëse shihni disa veprime që nuk po kombinohen me realitetin politik amerikan këtu në Shqipëri, ca gjëra që duket sikur zvariten, sikur s'kuptohen. Ky që amerikanët e quajnë deep state, pra shteti brenda shtetit, shteti thellë, ai që drejton Amerikën, nuk është tërhequr. Nuk është se ka humbur Biden, edhe ikën ata. Jo, vazhdojnë një luftë shumë të fuqishme liberalët, globalistët. Vazhdojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, vazhdojnë edhe në Shqipëri patjetër me zotin Rama, i cili thotë, po më dhe Trumpin e kam shokët gjithë, po ajo që luhet këtu vazhdon agenda globaliste. Kam dëgjuar, qofshe e gabuar, lajm që vjen nga Brukseli, në Shqipëri po përgatitet ligji për lejimin e prostitucionit. Më thonë, do rrojme, do ta dëgjojmë. Ec të lutem, Kristiano. Akademia Politike e PS-s, Rama, mandati deputetit, nuk është dekorat, por përgjegjësi e përditshme. Edhe vërtet, kur nga njerëz të mençur e të ditur, mëson llafe të tilla, se ne kështu e dinim që është dekorat. Ne, domethënë ne që as kemi kandiduar, as jemi zgjedhur, po faktikisht ata që kanë kandiduar e dinë që nuk është dekorat. Kanë hedhur parë lali, jo vetëm parë, po çfarë nuk kanë hedhur nëpër fushat, për të marrë të cop mandatet e deputetit. Po të thoni po ç'i duhet. Shikoj tash, me atë mandatin e deputetit, hapen shumë dyer, hapen shumë dritare. Të marrin vetëm këta që përfiten që i ka zgjedhur krimi i organizuar, që ka marrë votat. Krimi ka marrë votat. Këta do bëjnë punën që krimi të marrë parat mbrapsh. Italianë thotë krimin e non paga, krimi nuk paguan. Kështu që vërtet i thot filozofi, pedagogu, udhëheqësi i madh, lideri suprem i Shqipërisë, Edi Rama, mandati është kështu e ashtu e tërë i vëri. Çështja është që ata që kanë hyrë deputet, i gjë e kanë ditë përpara. Nuk e u kthen dot atyre
mrapsht tani, domethënë qoftë ata kanë hyrë me bo lek, si vështirë që zgjidh punë akademia i dashur Edi. Vështirë. Akademi. Domethënë u fol edhe pjesa shkollë partie, një kurs i vogël është, pavarësisht se e jep emrin akademi, po një kurs i vogël i cili do t'i mësoj deputetëve ca gjëra. Apo ishte thjesht një fushat propagandistike? Po. Në qendër të vëmendjes sot është pjesa e rinumërimit të votave nga Partia Demokratike, ose procesi nisur nga Partia Demokratike, ose më saktë me thënë, nga kolegu i Meral Daga, shkoi hapi kutinë e Pandorës ky. Yri dhe hapi çështjen e numërimit të votave, të cilat do dalin, të dyja parë thonë janë gabime njerëzore. Mirë, do bëjmë një pauzë shumë të shkurtër për të kthyer pas pak reklamash.